Unë e bëna një martes, mas 20 vite unë ndava, kjo ka qeni martun, unë e jo, nuk u bajke dhe të e lam një kodë gjatë. Por me dash të kom dash gjithë. U takum dit. U takum, po ke marrë vesh që më done. Si ke nga me njerë mullet. Gjithëm kur se kina këput, se gjithë kina pas mendimin të një tjetri. Edhe aje dhonë, kina jetu me qatë ndërë. Shku një kohë najtëm në Turqi, nuk mujta mu vendos atje së më konvenoj. Kjo më lutë kësë, se kjo faktikisht është për Turqisë e kum pru këtë uarë. Ka e kim, ajo po ime ki po ime këtë. E kum një që njoni ka ble një dhenë ngojbull, ha shkuj të këshyre rënë, vëtë që ashtu edhe erë që u bo kismet edhe morë që dhenë qëto, po 30 euro më ka kushtu. 15 janë, këto e ku marë ka 1.200 euro, po që të sunesh as 4.000-5.000 me marë. Apo vjen që po i rikthehet jeta fshatit? Qytet, unë e gjej burg shtëpiak është ai për mua, se unë ndërtes kisha mujt me jetu se isha çmend. Faktikisht i kum pas 2 banesa dhe i kum shit të dyert se s'mujta me nejt në banesë. A Xhavdet tregona pak për jetën në fshatin Ngujbull. Që shoqetesa? Po më tregu këtu, fort nuk di çka më tregu se hala nuk jam vendosur, nuk jam tek arvacak që thonë. I ardhën qtash frek që 2 vjet jena këtu të rregullu, që të qa kemi mujt me rregullu. Faktikisht në jem konë jashtë për 89-ës jem konë në Gjermani. Jem këthy njerë në 2000-ën kur kry lufta, edhe kur u ktheva ishte shtëpia e kallë në krejt në qytet. Deri se riparova shtëpinë, tani prap 2009-ën i ka shkova, u ktheva shkova në Austri, deri në 2019. Atëherë u ktheva, erdha në qytet, s'kisha me i farë angazhimi ku me di qka. Shku një kohë najtëm në Turqi, një diso najtëm në Turqi. 4 muje. Nuk mujta mu vendos atje së më konvenoj. Pse, nuk ju përshat ke jeta? Pa të qërën tash pak me të ndrejt të vitet, s'kisha ide që ka muj me bo atje, tash me formu një shoqni ose një diçka të re. Kjo më lutë kësë, se kjo faktikisht është për Turqisë e kum pru këtë uarë. Ka e kim, ajo po ime ki po ime këtë, hajde. Edhe e kemi pas venin shumë të mirë, Turqi, po të thëmë, s'mujta mu adaptu atë, se unë i Turqisht e di, normal kjo e din veç shasir, po e di edhe në tuja prefekt. Edhe unë i pjethon kësoj valloj, thash, të di që ka më bo, thash, unë e s'du me mujt me nejtë këtu. Brea njëna, vek njëna që po bojna këto, po veki shumë banesën, shumë vend të mirë, veni shumë i mirë ku ishëm atje, veni është, atje ku ishëm na i treti është në botë me oksigjen edhe majrë pasër që. Edhe kishëm detin që sikur të ato shpijat që të, dhe që rrugën e kalojshëm detin, edhe nuk mujta më adaptu, qashtu që tu, bisedu, e vendosëm më ardhë knena, banesën e shito mas 1 viti, mas 2 viti e shito banesën atje, erdhëm në shpe poshtë ku e kom. Edhe disha qka, edhe këtu veç që shkalua jo koha që muj me bona i farë diçka. Edhe qështu që thasht, hajt e kum një që njoni ka ble një dhenë Ngojbull, hajt shkuj të këshyre rënë, vetë që ashtu edhe erdhë që u bo kismet edhe morë që dhenë qëto, po... Nuk keni pas dhe më thanë lidhje ma herët me fshatin Ngojbull? Ja, absolut jo. Po qka ju ka të rvjerë në Kosovë me u këthy e nuk keni nejtë në Turki? Qka keni bo në Kosovë? Po që unë tash veç dole në penzion, thuj e jo për dola. Edhe, po të thashtë, zisha më vendos, më isha më vendos qka muj me fillu më bëjnë farë puna, si edhe që ashtë që edhe këtu kër u këtheva pej Turqisë që u këtheva sosi edhe. Që kështë dalu jetesën në Turqi edhe në Kosovë? Që është dalimi mes jetesave? Në shtetet të ndryshme? Po të që me thonë, Turqia është Edhe pse paka shumë i kemi disa detet njëjta, disa zatë? Po jo, kena shumë, po kena detet, sigurisht që kena shumë. Po thëmë që nuk mujta me gjithë vetën aty, se veni ish krejt, okej, me, sidomos me njerëz, me shoqëri, me krejt, po
Për me bo diçka, me asish, unë s'misha se faktikisht jam mësu me punu, që çto që vetë prej të kemi bo, atje s'disha, kjo puna i kem faktikisht, kjo një duqan e kesh atje. Nuk më isha, faktikisht nuk më isha, kur qysh nuk më isha më pajtu që më adaptu aty edhe vendosëm erdhëm. Erdhëm këtu në shtëpi, që e kam shtëpinë në qytet këtu, në qendër e kam shtëpinë. Do më thonë ju jetoni në Shqipëri. Tregon pak që sheke këtë ndërtu tash shtëpizën e vogël këto në flatin Gojvull. Mos ma ofendo, kjo është vikendicë. Do më thonë veç për vikend të vene këto. Jo. Prit verën rina këtu. Kemi najt vjetë, edhe si vjetë që ashtu, veç që se këtu faktikisht kur bjen shi është pak problem se është dheu i qiten po bëhet shumë balt, edhe që ashtu që s'po mundu me pas që se kur gjas me punu, as me bo kur gjë, që ashtu që kemi najt që 3 muja 4 jena poshtë në shpe, dinin veç e kalun, që prit shumë, që për prisëm kohën më ndreq, veç që 3-4 dita ma shumë kemi filluar me ardhë me vazhdu me rregullu. Kom hala pun shumë. E që sa kohë ke ndreq? Këto vjetë ndreqëm, para vitit 3 deri qëtu. Kom hala që qëtash faktikisht jem banjën të rregulluar, që të nënona njënë. Mërena është e rregullu me jetu, me krejtja është që qëtash mune me hi me këqyr. Jo, do punën. Mune, s'ka lidhje, se kemi skeju dhe... Dërte me sipër. Kemi skeju sene se jem të e prit njështen me ma enë rrymën, për me mujtë rrymën. Sa ju ka shpenzu deri tash kjo vikendicë? Me punun ta. Una pe punën dhe pik nga punë. Punën... Do të garet, ta dhe punë pak si punë. Une... Paka shumë mjetë që i keni ble... Materialin, thash dikon krejt me logarit, me këto, me punë që i më dikon 30.000 euro më ka kushtu. Bashk me tokë? Bashk me tokë, po, jo më shumë. A u kanë shtrajt për shamu tokën kur e keni ble këto? Që atëherë kër e kom ble në kun, unë e kom marrë 1.200 euro këta, po më ka kushtu ma shumë se më ka kushtu me gry, me rregullu, se kjo që kistomi që është, u konë dejte banderi poshtë qështu. Krejt e kom rrafshu, kodër qështu, që është peshe që tash që veç... Edhe më ka kushtu këgja shumë, më ka shtu. Toka, veç toka, shtu tash që atëre kër e kom marrë, ne 15 arë janë, këto e kom marrë ka 1.200 euro. Po që tash që të smunesh as 4.000-5.000 me marrë. Që është shumë... Në fa 1.200 euro ke marrë një ari? Por një ari 1.200 euro që atëherë kur u konë që 3 vjetë po borë, 3 vjetë. 3 vjetë. A po mendon tash që për çmimin që e ka, për shembull një ari 4.000 euro, a po mendon që është e shtrejt? Pa... Për një jetë mesatare të Kosovës? Po qëre, të na... Të dikush që të dikush nuk është shtrejt. Kanë bo gjinja po punojnë, kanë shku për para, për dikon. Po, për dikon nuk është kur gjo 30.000 ose 50.000, nuk janë ku me di qëfar pare, po për dikush që është me penzion ose me skantar në mënyrë, jetë begitëm. Apo i vjen në gjavë dhe kjo pjesa që nëse njerëzit po rikthehen në fshatrat e tyre, do më thonë ti ke ardhur e ke ndërtu këtu një shtëpis, apo i vjen që po i rikthehet jeta fshatit? Po qyre, une pesho që në qytet, pesho zdo me met as një shtëpi, krejt dojnë më bo në ndërtesa. Edhe që është që nuk ka ku me di qëfar jetë e ndërtes, të kemi konë sikur, une në gjejë bërk shtëpijak është aj për mua, se unë ndërtes s'kisha mujt me jetu se isha qmen. Faktikisht i kom pas 2 banesa dhe i kom shit të dyret se s'mujta me nejtë në banesë. Nejta 1-6 muj, edhe i hiqa i shita, që është që e vendosa më artu. Qetësi, mramje që tu veç kime një zoj bilbyla, më njës që ashtu heret, që s'ka kur gjo, s'ka kur farë zhur me ajri pastë, që ashtu që po na kam venon edhe unë faktikisht kam lind në fshat, unë kam lind nga Vullshtris që atë është të stacioni i trenit që aty e kom pas shtëpin, 14 vjeqarë një marrë dhe qytet. Babaj kër e ka blie shtëpin, pe atër që t'jena në këto, po faktikisht për që 22 vjetë jam veç, jam konë në mërgjem. Kë fshati e Gojvull e gjatë do më thonë e din që paka shumë, edhe për krejt ata që nuk e din, ju tregojmë që është mesel. Nuk ma mërmenja që ka pas një shtëpi ose 2 shqiptar. Shqiptar. Dhe ato dikon në skajt, jo këto në mes tynet, se në mes këto në mes, ku janë ve krejt shpjetit nuk ka pas asnjë.
Qenë tamam fshat i I Serbëve, i Serbëve. Gojbul është fshat i Serbëve ka qenë. Tash? Tash do të bëhet i shqiptarëve. Apo mendon që ka po janë ndërtu shtëpia të reja Po shqiptarëve? po shumë kanë ndërtu shumë, se ta shtëpia nuk kanë ndërtu kur, këta kanë ndërtu do shtëpia që për shembull me ardhë që këto okone Serbit, qysh kanë jetu edhe qysh kanë ndërtu, për do gurve, për do sa me jetu, sikur. Fitojnë alo se na rrugës që po i po më shtëpit shkatërume, Po, domethënë mundet me u bë një jetë. Krejt ato janë konë Serbëve, po faktikisht nështë 80% janë shit ato. Pritet tash me ardhë me i ndërtu, sikur unë që jam ardhë dhe me i ndërtu. Ata i kanë ble, po kanë metë që ashtu vendet. Shqiptarë po mendoj. Edhe tash që veç... Mas pak të 10 shtëpia për 30 vjetë të në boksu. Ma shumë. Dhe shtëpia të reja që i kanë marru shqiptarë faktikisht, edhe ka shumë që i kanë marru shqiptarë. Anena ka rruga që jetë pej hymje, se anena krejt shqiptarë gjënë dhe krejt i kanë ndërtu shtëpia të reja. Pos që kjo mesi qëtu që është këtu poshtë, të janë konë shkive dhe janë halat shkive disa shtëpia, jo krejt, po janë shqitër. Faktikisht janë shqitë, 80% janë shqitë. Ska dhe 7-8 shtëpi, ndoshta 10 shtëpi me shku mi në gje, ma shumë nuk ka. Nështë edhe qesë s'ka. Nështë edhe qesë s'ka. Duhet me konë. Na po e shohim që një pjesë e madhe pra e fshatrave kanë fillu me u ndërtu villa, shtëpiza të vogla. Qëre, në gjithë anën, Mitrovic, krejt po ikin ka shalë në altë po shkojnë atje po ndërtojnë villa, vikendica, shtëpia, krejt po ikon në për që ajri. Tonë që po ndikon do më thonë pozitivisht e njerëzit e qytetit, po të i kështu të qytetit, që po këthijen në fshatra. Po qëre, po thëmë natyra, dëvërtetën, është kalë në relaksim, jenaj pull, jenaj shtaz, jo diqka që është që është ajo knaqësia, se në qytetën në knaqësi s'kam. Pse? Në shpi, se unë e kam qendrën për qëtu i dhejtë qatje. Me papuqi që me dalë dhe në qytet, po sështë më ka bërë më monoton. Në shpi, në kafe, ose në restorant dikon, ose diqka, dhe kur që pa bo, kur farë ase këtu, e kom gjetë vetën. Ky është do më thonë një mendimin e pensionerit, po them kështu. Çka mendon për rinjin, për shembull? Rinjia është problem. Për rinjia është problem, katuni është problem, se jam mësu në qasi frume, që e ka telefonin normal, gjithë ditën dorë, pafen e ka, që ka fiqat që për thirin këta, me shok, me shoqni, kjerët mira, ja u kanë mundësu, familja, edhe atini si intereson katuni, atini intereson veç më knaqë dhe qatë farjete, që shuardë koha që përbojnë. A i bjen që të shembull edhe na nëse vim vjetë juve, kështu po tham. Jo, mësu gotni. Ka me ardhë, anasha zyne që Jo, më ardhë, jo, inshallah, jo. Ardhë një lindim edhe juni që jeta e fshatit po rikthehet. Vallën, po, unë tash po shkoj, po rikthehet ndoshta me qitë gjeneratën që jena hala gjetër, se rinia s'ma merr menja që... Cili kishte me qenë një mesazh joti për rinin, sa i përket jetës të fshatit me ja u përshkru pak? Një arsye do më thonë pse ja vlen me jetu më fshat? Une s'kisha di që ka me thonë për ta, sepse... Jo, nuk si, po s'munën, nuk munën me qitë situatë që shjena që tash, me qito... që po du me thonë, u hiqë kjo elektronika në gjdo seno i... Atina si intereson ashtë lopa, as shpia, as ara, as si interesojnë atina. Atyne po du me thonë. Një pjesë e rinis, për shembull e djemve, a di me punu në ara, mo? Valla jo, s'ma mërë me. Jo, valla se nështë edhe nuk e dim kur kje e pshatin ose kacin. Nuk, po shihet në qytet, po shihet pishon e rinin. Flenë gjithë ditën, gjithë natën delin në për kafiqe në për asi, që qëtë në vështëri kena shumë, janë bo, plot krejtë rini, plot janë. E i sunet, me nej gjithë natën e me ndalë të nesër e marrë në shatë, se dikon me shku me punua, jo me të dikë. Nuk, zdin, për e nis, nuk besoj që... A
apel a gjave për fond për e rinin? Qa ka me bu apel për ta? Unë e pishos qka janë të bu, qysh janë të jetu, qysh janë të vepru. Nashta qatë shkollë po shkojnë veç sa me kry. Tjetër që interesuan, e kanë jetën e mirë, u ardhë jeta që prind, folë Zotit është ajo mirë që jo kanë mundësu, po duhet fëmijën me mësu në gjdo sen, me angazhu gjdo kon. Po jo në për kafiqe, në për gjithë ditën të flejt tash. Po një pjesë dërmuse që kanë fillu me dalë jashtë shtetit, Po qyre, po kujtojnë se unë jam kom vetë në së kusurijet, po kujtojnë atje kur shkon që ata të presin nëse edhe veç kanë me dhënë parit i kime najtë me flajtë sikur që ke flajtë të jo. Atje ka më që në ora 5, mëngjesit në ora 5 ose 6 vjen, a shka ku as me dalë në kafi që si e lypë shtratin, shlafen, bismorgën fri edhe apet vajtan punë. Dhe më thonë nuk është që e mendojnë të vërteta se qka ka me... Nuk e din ata, kretë qëta që po shkojnë, si për herë parë nuk e din se qka do me thonë Gërbeti, ose po shkojnë në Gjermani, ose në Austria, se s'ka me nejtë atje, se s'të manë kërkosh atje. S'ki qare pa punuaj, dosh me punuaj, se mi hypë të rinit më këthuj ku je konë që ka. Po për ata që këthihen prej mërbimit, se kemi pas rast që ka jetu gjere gjatë, ka pas shumë vite jashtë shtetit, edhe është këthy në Kosovë dhe merret me bujqësi. Ka punu atje, i ka bu kushtet, edhe ka po që Leverdia mundet me konë që kjo që ka u këthy edhe mirët me bujqësi, ose me blikëtëri, ose me asë edhe, ka me pas sukses, në kohë se punon, se ka me punu këto se u mësu atje. U mësu atje, se atje po të thash, s'ki qare po punu. Qare nuk i, që dënë me jetu, me bodi shka, duesh me punu, për ndryshe, rrugët këqia tje s'ka. Dihet me njerë ku e ki venin, në ta të shojnë me njerë që... E ka dush. Dhe na Gjide, tregon ati pak qysh e përshkru njëtën a ke lindë në Turqi edhe... Jo, që ka lindë. Jo, unë e kom lindë në Kosovë, Mitrovic, jom shku 22 vjeqar, jom shku e na shpërngull me kretë familjen. Se kretë familjen e kina pas atje, veç na kina qenë këtu. Unë jom Qerkeze, pej fshatit Stanovcit Tolt. Aty ka një tu Qerkes, po për njëherë jom shpërngull për Turqi. Vetëm baba em ka met Mitrovic, se ka qenë martun, i kom pas 2 motra, unë jom e treta meren, 5.000 jena, baba më ka punu si vozit Universitetin e Punëtorëve, ka qenë shumë aktiv, edhe... A e ke laku pak jetën e Turqis, me shkum pasi që i ke pas krejt familjarët atje? Po, e kom lakmu, po kur jom shku jom pendue. Pse? Pse jom shku e ritme, 22 vjeqare, ko gja do vjetë janë. Ta më në kryta shkollën, mu do të me shku anena, me anis prap pej fillimit, që me thonë pej zerash, ju më shkollu, po me punu. Për me majtë familjen dhe sa adaptot edhe familja. Na kem shku 3 motrat mas pare, në Turqi, ta nashi e kina marrë familjen. Vllaznit. Baba nona, jo, se baba më ka bo ndeshje, ka vdek, ka pas edhe një muj dit me dalë penzion, u këthi për penzion këtuhet, po nuk u bo një ndeshje vdeq, edhe ashtu metëm, anena. Që që binde me u këthy? Po unë e gjithë kom mendu për Kosovën se e kom dash venin tem, këtu jem shkollu, këtu jem rrit, 22 vjeqare në kohën ma të mirë. Ma të mirë që kena pas, e kena kalu bashk me shokun, se kena punu një vend punës. Në përpare mi ka njofë pa u martu, si kena pas punu në fabrikën e konfeksionit Polet. Në Polet një vjetë e gjysë, kom punu atë. Kjo është aty si punëtorin, kom vëzit si autobusit, faktikisht i vëzit shakto punëtorit, prej Mitrovice. Ishte që në fatmet një... Qoqni du me thonë, një qoqni. Thanë ju jeni një tusa, një konë... 3. Shumë 3? Po, shumë 3. E që shka funksionu lidhja juj? E cili është receti turistë juj? Qysh me thonë, lidhëm kurse kina këput, se gjithë kina pas mendimin të njën tjetëri. E vaj e dhonë. Për që ata kina
jetu me qatë ëndër. Faktikisht isha i martu. Ky ka qenë i martun, e unë jo. Edhe unë shkova, i lash krejt, shkova, edhe një shkputje të shkurt. Jo të shkurt, jo. Po, në lidhje të shkurt. Po, Iket. shishëm, pak. Jo vike, jo diqka, po dikur u duft me këput krejt, se ky ish i martu, unë e pa martu, nuk u bajke edhe qështu e lam një kohë gjatë. Qështë e pinde me u dojë u bo me ty? Nuk e kom bindu, ne? Jo, Unë si më konë shkaktare, shqyqyr që si më konë, si s'kom pas që, por me dasht e kom dasht gjithë. Me dasht e kom dasht gjithë, po. Edhe një kohë që unë e bëna një martes, mas 20 vite unë dava, edhe një kohë, qashtu që su bo ma të tje, thash ma mirë me kry, se me vazhdu ma të tje, se ishën do obligimet mija të ronda. Mos mu isha më përbalu, se unë kom punu gjithë peqë, kom shku atje, kom punu gjithë, jom kon drejtoreshe prodhimit, 30 vjetë kom dalë në pension normal. E kom pas një jetë shumë të mirë, po vetë as ma dojke. Se isha largë pej familjes, nëndorë isha largë, se unë jetojsha afer Izmit në Bregdet, familjen e kisha në Istanbul, kështu që isha shumë vetë, po kisha shoqni krejt këto, po nuk isha jo, shoqnia nuk po të mbajke gjithë, dhe i dikon. Kështu që visha, shkojsha në Kosovë dhe u takum në ditë, rrugë. Se takum, po ke marrë vesh jam do, ne? Si ke nga me njëherë, mullet. Jo, përbes jo, as që e kom bes jo. Jo më interesu gjithë, ama nuk e kom dita, është i martu, na pa martu, as kur gjë se së më ka interesue. Përbes. Jo, unë e tregoj të vërtetën, po ke kësmet e s'muni i kur. Që ato që i ki shkru në balë, ki me fshi edhe në ere. Edhe uzat. Mire që si jena pishman? Po, jo, ato kur. Jo. Jena shumë të lumëtën, jena bashk, jena qatë bojna bashk, qatë asin, njëni tjetërin nuk e ngacmojnë kur fore, me kur gjo. Respektojna njëni tjetërin. Mune dhe shqitojnë zote janë. Zotin në gërën. Edhe adi që tojnë ka një herë drejt zotis ta hup, që është që mund shpërbi. Më thonë, mune një me e që vetia kryesore e lidhës shëndeshme është sinceriteti mes juve dëve. Qashtu, s'ka fjallë për ato. Me të vërtetë, mu mirë vesh me një njeri që ki bashkëshërt, edhe shok me pas, ajo s'ka ma mirë një jetë. Ana, kem qenë shok, edhe do të desëm si shok. Edhe ne kupna në hapat ju. është ma e mirës që kjo insist. Dhe mu larguki që aty, se ndoshta se ka shumë këtu do shok që komën e gratë nuk ju vinë, ata kanë bodë, që ka kanë asish, po nuk ju lengurje, nuk ju inë. S'dojna, po kjo, ajo më ka asish që ka qu për para dhe më ka dhonë vullnet edhe kjo kur s'nalet me do lula, me do që tu qatë krejt. Tëra mënyra, jam punëtore. Unë jam punëtore. Kjo s'nalet kur s'filme. Unë jam punëtore. është diçka, s'po di, jo që është këtu. Nuk më imja më hu që sështë, po është. Që kishte me qenë një mesazh për rinin, për lidhjet bashkëshortore, qysh me qenë e funksionueshme, e shëndetshme një lidhje? Shumë problem. Valla, qa me thonë? Kur të dam dikonin s'ka podër që nuk shpërthan, po du me thonë. Vetëm aja, po tash, me të vërtet, interesi u hije, interesi kuhen nuk ka dashni. Nuk ka. As për shoqni nuk ka. Interesi se ten as shoqnia, as dashnia. Nuk ban me pas interes se sot mundesh me kon trilioner, por nesra mundesh as një mos me pas. Jo në termetet, jo në ujrat, jo në senet që atë ti s'mon kur gjo me bëhe, për që ata... Valla, i rinë sotit. Po, dhe rinia sotit, qysh me të thonë? Jo, një mujnë. S'jo në aktiv me kur gjo. E për që ata s'po kanë me qka mu mirë, mu nga cmime të ishi. Se valla me punu të anditën, si kurën e që punoj këto, që ves kanë ko. Nuk kanë ko se lodhë. Edhe ata lodhë.
Do të thonë sa për sot nuk është që jena të njëjtë për shembull se ju. Jo, shumë tepër. Jo, Ato e jo, dëshmoj, jo, se jo. jo, Unë e vetë kam për shoh çka po bëhet, a di? jo. Për shoh çka po bëhet. Po, Nuk janë sigur na përpara jena kondi që aktiva se këto hiç. Po mendoj për djemë, se për vojë s'më me fut kush, për djemë rrin me femna, rrin sikur me konë edhe i femën, në bërë. Se kanë atë qëndrimin. të di se s'pjojnë. Jo, kamermon aty kena kështu traha shumë frika pastaj. Të tonë që është, ajte. Jo, tash edhe rinia, janë të mirë, edhe ata janë të mirë, edhe ata janë të putë, edhe ata janë qysh do me thonë, po varet edhe prej familje, qysh e rritë familja. Edukata familjare ka rëndësinë në jetë shumë, Mentalitetin. tepri ka, se do të jetash me sfida. Frik e kom dëgju një plak të full, edhe tha që jeta sot për sot që shkarë, do me thonë, prindi e len fëmin, që shtojnë në fjallën popullore salamadi sistem. Ose sakat. Edhe sakat. Edhe salamadi po. Do me thonë, nuk i interesohet për to, po të qëre orë qësi kuhe që edhe më për vetin prindin më kuja. Se kjo vardhune, Unë kom tonë ka ndiku shumë të në këto dhuna që dhuna familjarit këto. Së do në djallit një ishë plak, djallit tonë së do një ishë plak. Atëre, qaplet të pe djallit. Po dhe kundet atë cilësh me një ju për fond që, do më thonë, e lajnë fëmijën e vetë, e lajnë jetim. Ndohen për një sen ma të thjesht, do më thonë sot për sot, një qef ndohet për një diçka shumë thjesht, edhe nuk e bën mall për shembull nëse ka një fëmijë ose e lën jetim ose diçka. Cili kishte me qenë opinioni ju? Ka me thonë për aty, po di që më thonë. Ndodh sot për sot, sepse në kohën më hershme unë nuk u kam, ndoshta ka qef thjesht për më. Që ata po më sot ka ndryshu shumë të sa i përket familjes, mrena në familje ka ndryshu, gjithçka ka ndryshu. Gjithçka ka ndryshu. Pa dhe fëmija që fëmija nuk po donë pa interes, për shemë prindin, pa i dhonë ti pa i këmarë shka. Nuk di qa me thonë për një se fortë si më konë, kësaj dhe shumë pak kom pas kontakt, po qa pishoh që tash. Unë nuk po muj, unë ka njerë kësa ma kanë baba, kanë njona, kanë prinda. Respekti u paksu, respekti si paksu të gjithë shka vjen shkatrimi i familjes. Si s'ka respekt ndaj familjes, ndaj shokut, ose nanës, ose babës, ose vllaut, motrës ma të madhe. Këto janë një temel që e manë rininë dhe shpinë. Si s'ka temel shpia, s'ka as rinia, për që ata, qysh me të thonë, s'podjas me ta spjegu, o shumë keq. O shumë keq. Rinia sotit, po thëmë, i ka tonat mirat i ka. Krejt ka, është krejt problem ka. mishtin, binar, për me mujt mi u dheq ose mi qu dikon që me thonë e që tu duhesh me shku edhe që tu e ki venin ose punën ose jetën ose se po jo. Po, pa punë, po mendohet në rini se pa punë arrin diçka kur nuk arrin kur gjë. Dush me punu, me punu, me punu. Faleminderit shumë. Me këto fjalë tua po e përmbyllim intervistën. Faleminderit shumë. Edhe juve që jeni ardhur.